Ka qenë janë në kohën e Imam Ahmedit. Imam Ahmedi është një prej 4 medhhebve. Kemi medhheb Hanefi, medhheb Shafi'i, medhheb Maliki, medhheb Hanbali. Popullata jonë, vendet tona, vendet e Ballkanit, Shqipni, Kosovë, Maqedoninë e praktikojnë ecim si mas medhheb Hanefi. Imam Ahmedi ka jetu në Mekë. Flasim me një kohë atëherë kur s'ka pas as teknologji, as vetura, as i send. Edhe ka qenë imam te xhamia. Kur falshin namazin vit edhe një djalë i ri, për ky djalë i ri hajdut i madh. E kanë pas ditë njerëzit që ky hajdut në namazin e falte në xhami. E merr Imam Ahmedi veç, thotë o djalë, o bir. Valla, e në të falesh, e në të vjedhësh, Allahu s'ta bën kabul ti kështu. Diçka i ka thonë ky djalë i ri, ka thonë o hoxh, o dietar, o sheh. I ka mbyll këtë dyrët, e kam lënë një derë qel. Shif, nëse do me zbrit mëshira Allahut, mos më shil dyrët këtë. Mos më shil dyrët. Edhe Elan, që të thot Imam Ahmedi, Elan, masi periudhe kohë ka shku Imam Ahmedi në Qabe duke bo tavaf, flasim në atë vakët që janë njop njerëzit të bo tavaf, jo sot që ke miliona njerëz të bo tavaf. Imam Ahmedi duke bo tavaf. Duke bo tavaf e shef një djalë, është kap mas copës Qabës. Edhe qanë. Thotë, ja, Rab, më falë. Ja, Rab, ma nuk vjedhi. Ja, Rab, kërë këthen kokën këtë djalë i ri. Ja, Rab, bona to, bëj tobe, ja, Rab, belalimin. Imam Ahmedi ka thonë atë fjallën e njohur që ka thonë, subhanallah, i madhrum qoftë Allahu, e la një derë qelë, hapët, Allahu ja qeli këtë dyrët. E la një derë qelë, mes ati, mes Allah, me namazin. Allah zë gjele ka më shiru.